Kur e ki dikon tonën që është mangat atëherë tjetër sa, është një farë sa i Zoti sot që ka thonë për me jetu, ti bile që je besimtare dhe e din edhe ma mirë. Jo, që unë që aty e di edhe një mekanism të Zoti që ka thonë a i botë, s'ki qëtër derë. Që ka shkru, që shë kjo smet. Kur vdiq gruja, a the që dhënë s'kisha jetu moa si përzive Zotit një punë të veta. Si volë mja keq, po s'po të shë me bu. Një s'kisha me bo. Se një landish, aty në spital, Po. edhe unë aty kesh. Që që ke kalu me tonë pasë Islam këtë jetën? Po me e kemi kalu, po a e ka hek shumë. Atëherë s'kome. Unë 6 thminj. Ka mushna me me aboqarë në Prishtinë, kom shit duhan. Aty, ka miliciash, shkije shumë herë. Në kanë jekë, në kanë gjujtë. E me gjujtë, në kanë gjujtë vëllohi. Keni hjek shumë edhe jo, që e keni përjetu shit lufte, këta njerë që e patën pushtu, po qa keni me bo? Po, jo, tash, jo. Po thëmë tash, pitashti, tash kë shkavi, a ju përzum, tash a i mirë, u hjek. Po thëmë tash du të me konë, ma mirë di shka, du të me konë. Dë bashkumbre? Bashk? Po qajri, po ju, po shien punë që gjithë, ku po bunë aty, që si seansa, që si veç me gjurme, veç me të përlame. Na mujshëm na popullin oni me tjetën, se për ata tybe, bazë Islam, mi qitë edhe milion krejt. Dipi, tash, për nërvetina nuk du që ashtu me bo. Nuk dohet, me vërtet, nuk dohet. Ka ndryshu shumë, jo të nëherë me pak senë i një komat knas, na ta shplet senës për kena s'pjadim lezetin. Jo, Allah. Pas Islam të rrit nera, sholla e ki shnetën. Që aty e kom shplet. Ata frujna me kërë sahura. Jo, jo. Përni me, a mën me jetë. Të rrit nera, e falemdejet shumë që falem, sholla je mirë. Hajtë kalu. Respekt, falemdejet shumë.